Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të ri jetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar. E ngarkuara me punë ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati i ka bërë thirrje Kosovës të hyjë në partneritet afatgjat energjetik me Shtetet e Bashkuara përmes projektit për gazin e lëngshëm natyror, duke thënë se kjo do t'i ndihmonte ta sigurojë të ardhmen e vet energjetike. Në një opinion për mediat kosovare, Pratipati tha se së bashku ne mund ta forcojmë sigurinë energjetike dhe t'i rrisim ekonomitë tona krah për krah. Kosova vazhdon të mbetet vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk është përfshirë në projektet që zgjerojnë ndikimin energjetik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. Në opinionin e saj, Pratipati tha se Kosova nuk po arrin t'i përmbush kërkesat në rritje për furnizim me energji dhe citoi të dhënat e doganës së Kosovës se vendi ka shpenzuar 735 milion euro në importimin e energjisë elektrike nga vendet fqinje në 4 vitet e fundit. Njësit e zhvillimeve vlerësojnë se SBA-ja po bën përpjekje që të mos i lërë vendet e Ballkanit Perëndimor të cenueshme përballë ndikimit rus dhe ndikimeve tjera në sektorin e energjisë. Ish-kryetari i Komisionit për Ekonomi, Ferhat Shala, tha për ekspoze se mos zhvillimi i projektit të gazit natyror dhe mos lidhja e Kosovës me rrjetin rajonal të gazit mund t'i kushtojnë vendit qindra miliona euro, duke mbajtur ekonominë të varur nga linjiti dhe importet e shtrenjta të energjisë elektrike. Ai theksoi se gazi natyror duhet të shihet si një zgjidhje tranzitore e cila duhet të zhvillohet paralelisht me investimet në energjinë e ripërtrishme dhe modernizimin e sistemit energjetik. Përfitimet kryesore të këtij investimi do të ishin diversifikimi i burimeve të energjisë dhe zvoglimi i varësisë nga linjiti, ulja e nevojës për importe të shtrenjta të energjisë elektrike, përmirësimi i cilësisë së ajrit dhe mbrojtja e shëndetit publik, rritja e sigurisë energjetike dhe integrimi i Kosovës në tregun rajonal të gazit, thellimi i partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe harmonizimi me politikat energjetike të Bashkimit Evropian. Megjithatë, gazi natyror nuk duhet të shihet si zgjidhja përfundimtare e sektorit energjetik. Ai përfaqëson një zgjidhje tranzitore dhe strategjike e cila duhet të zhvillohet paralelisht me investimet në burimet e ripërtrishme të energjisë, eficiencën energjetike dhe modernizimin e sistemit elektroenergjetik. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Hakim Shahini, ka shprehur shqetësimin për, siç tha ai, mungesën e gatishmërisë së institucioneve të Kosovës për të përfshirë në projektin e gazit amerikan. Sipas Shahinit, ky projekt do të krijonte një partneritet të ri strategjik me Shtetet e Bashkuara dhe do t'i ofronte Kosovës një alternativë më të lirë energjetike për industrinë, bizneset dhe ngrohjen e qytetarëve. Ai theksoi se investimet amerikane do të forconin jo vetëm sigurinë energjetike, por edhe atë kombëtare, duke shtuar se Kosova duhet të investojë në infrastrukturën për gazin e lëngshëm amerikan, në mënyrë që të zvoglojë varësinë nga energjia elektrike si burimi kryesor për ngrohje dhe prodhim. Aleanca Kosovare Biznesit me shqetësim të thellë është duke përcjellur jo gatishmërinë e institucioneve shtetërore të Kosovës për gazin amerikan, i cili është një mundësi e re, një mundësi që
Ne me këtë do të krijojmë një partneritet në raporte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një fazë të re strategjike, por gazi është një nga energjitë e lira që sot përdoren në vende të ndryshme të botës për industri të rëndë, për industri tregtare, prodhuese, por edhe për ngrohje dhe nxemje të qytetarëve. Prandaj Kosova është vetmi shtet në Evropë që nxemjen e ka alternativën e parë me energji elektrike. Kjo do të ishte shumë më lirë. Tashmë, krijimi i partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdimisht ka treguar një gatishmëri të madhe, por së fundi Alianca e vlerëson me komunitetin e biznesit, bashkarisht me ta që krijimi i këtij projekti të ri, krijimi i këtyre raporteve të reja që po kërkon Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përpos që jep siguri energjetike, jep siguri edhe territoriale, siguri kombëtare, sepse aty ku janë investimet amerikane, aty ka edhe siguri më të madhe. Pavarësisht se Bën-Stili është një nga bazat e dyta në Evropë më të mëdha, Kosova do duhet të ndërtoj centralin më të madh për energji, për gaz amerikan, në mënyrë që qytetarët të kenë alternativë tjetër, jo vetëm energjinë elektrike për ngrohje, jo vetëm energjinë elektrike për prodhim, por të kenë gazin e langshëm amerikan. Në të kalumen, industria prodhuese në Kosovë ka përdorur propan-butanin, por tash ka ndryshuar teknologjia dhe kërkon gazin e langshëm që ka tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa njohësi i ekonomisë Jakub Bellaqa ka deklaruar se projekti i gazit amerikan nuk duhet të refuzohet nëse është pjesë e një agjende shtetërore të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Por theksoi se nëse bëhet fjalë për një projekt të kompanive private, ai duhet të vlerësohet me kujdes nga aspekti financiar. Sipas tij, Kosova duhet të përqendrohet në rritjen e kapaciteteve për prodhimin e energjisë elektrike, duke shfrytzuar rezervat e thëngjillit dhe duke investuar në burime siç janë energjia diellore dhe ajo e erës. Unë sugjeroj që nëse është agjendë shtetërore e qeverisë amerikane, projekte amerikane nuk duhet të refuzohet, por nëse është projekte i ndonjë kompanie amerikane që është mund të qenë aksionor me një firmë apo me një kompani tjetër, mund me qenë pronor në ndonjë kinez apo kutadione, atëherë nuk është agjendë shtetërore, do duhet analizuar edhe kostën financiare. Sipas kostave financiare, realisht, sipas interkonjuktorit të Maqedonisë së Veriut, dhe nëse do duhet krijohet infrastruktura domosdoshme dhe nevojshme që spori praktikisht do duhet të ndërtohet një termocentral për gaz. E sipas një kosto diku kushton 600 milion euro. Por nëse nuk realizohet ose ndërtohet një termocentral, domethënë për gaz, që është kosto e lartë për buxhetin e Kosovës, realisht do duhet që sipas një linjes aeroportit apo portit të Greqisë Aleksandro Polita, po si quhet aeroporti. Mirë, po në këtë rast do duhet, edhe mendoj që do duhet analizuar sipas agjencisë amerikane të NCC-së. Kjo agjenci jep një grant fillestar të lehtë, ndërsa borë më shumë e merr, domethënë që nëse hinë këto kontrata realisht obligime kontraktore nga granti, përmendoj kreditë do duhet nga Bezhë, që është e papërballueshme për buxhetin e Kosovës. Andaj tek ne sipas logjikës ekonomike, sipas informatave ndërrar, gazi përdoret shumë pak, nuk e zëvendëson energjinë elektrike, ne kemi nevojë që ndërtohet një termocentral të energjisë elektrike, të cilat ka thëngjell të mjaftueshëm, ka burime vendore, gjithashtu duhet të orientohet ka burimet e brendshme, sidomos nga energjia e përteshme si energjia solare, gjithashtu energjia me erë,
Gjithashtu edhe bërime tjera do duhet të rritin kapacitetet energjetike në mënyrë që të ketë energji të mjaftueshme, të krijohet një stabilitet energjetike, sepse mbi 90% përdoret energji elektrike, ndoshta as 10% përdoret gazi, kështu që është një kost i lartë sipas logjikës ekonomike. Agim Shahini nga AKB ka deklaruar se refuzimi i projektit të gazit amerikan do t'i dëmtonte qytetarët, bizneset dhe ekonominë e Kosovës, pasi vendi do të humbiste një alternativë më të lirë për furnizim energji. Ai u bëri thirrje institucioneve që ta pranojnë ofertën e SBA-s, ndërsa tha se ka grupe interesi që vazhdimisht lobojnë kundër këtij projekti. Së pari do të humbin të gjithë qytetarët alternativën më të lirë për energji elektrike, për energji të nxemjes, për prodhim, për industri. Kjo do të ishte goditje për qytetarët e Kosovës, për biznesin e Kosovës, prodhues të vendit. Së dyti, kjo do të ishte goditje për shtetin e Kosovës, e cila nuk mund të kaloj pa u sankcionuar në forma të ndryshme. Prandaj, çdo ofertë që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne duhet ta pranojmë pa hezitim. Është përmend që mund të jetë në të ardhmen një projekt për gasifikimin e Thëngjillit. Ai projekt mund të jetë ndonjëherë, por kërkon shumë miliarda euro, kërkon përgatitje të mëdha për të, kërkon leje ndërkombëtare për një çështje të tillë, dhe gjitha këto mund të gjenatat që jemi ne të gjallë mos t'i presmi. Prandaj e vlerësojmë që gasifikimi në Kosovë, sipas statistika dhe analizave edhe të mëhershme të ish Jugosllavisë, ata kanë shpallë si mundësi të vdekur një gjë të tillë dhe kanë ndërtuar termocentralin. Ne tash jemi të pa alternativë për shkak se teknologjia ka avancuar, po prapë se prapë është e pamundshme, por është e mundshme kur kemi shumë miliarda. Prandaj energjia ose gazi amerikan është një ofertë e lehtë, jo e kushtueshme, por është e pranueshme për të gjithë konsumatorët, qytetarët, bizneset dhe të gjithë tatimpaguesit e Kosovës që do të paguajnë më pak energji për shkak se do të kemi gazin amerikan këtu ose çfarë do gazi që do të jetë. Dua të theksoj se lobi kundër gazit amerikan dhe kundër ngritjes kapaciteteve të energjisë elektrike në Kosovë ekziston që nga pas lufta me njëherë. Janë disa njerëz lobista këtu që mbrojnë interesin e kompanive tregtare energjetike që janë edhe sot, dhe ata janë duke lobuar vazhdimisht kundër gazit, dhe neve na detyrojnë që ne të blejmë energji elektrike nga tregtarët, edhe pse rreth 50% energjinë elektrike ne kemi nga termocentrali Obiliqi, por pjesën tjetër blehet nëpër tregje ndërkombëtare, e që këto janë shumë të shtrejta dhe prodhuesit biznesit të Kosovës e kanë pasur një nga problemet më të mëdha energjinë elektrike. Nyuesi ekonomist Jakub Bellaqa ka deklaruar se projekti i gazit amerikan duhet të analizohet me kujdes ekonomik para çdo vendimi. Ai tha se duhet bërë studim fizibiliteti për të vlerësuar kostën, kërkesën dhe përfitimet, duke shtuar se vendimi duhet të jetë profesional dhe i bazuar në ekonomi, jo në debate politike, duke mos cënuar raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse ka agent shtetënor si që ka më herët thjesht nga qeveria direkt amerikane, atëherë do duhet të përgjigjet, nuk duhet të refuzohet. Dërsa për ndryshëm nuk duhet të pranohet sepse është një kost të lartë financiar për buxhetin e Kosovës, edhe nuk është bërë një plan i fizibilitetit i arsyeshmërisë ekonomike. Mas pari do duhet bërë një arsyeshmëri, një plan i fizibilitetit të arsyeshmërisë ekonomike, me vlerësu sa është kosta, sa ka kapacitete, sa ka mbulueshmëri, sa e zëvendëson, edhe sa ka kërkesë në këtë rast. Jo vetëm një vendim ad hoc, se unë i kam dëgjuar zërat në kohëve të fundit, qoftë për mos ceki me emrin, ndoshta
qoftë partitë të ndryshme, këto dinë thjesht opozitore, mirë po do duhet analizuar. Unë si dhe në këtë rast do duhet Qeveria e Kosovës ta analizoj, të merr një vendime adekuate edhe mos prishën raportet, domethënë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po mirë po nëse është në pyetje ajo, mirë po i kanë dhënë më shumë propagandë politike se sa ekonomike. Në këtë rast, kjo nuk është një çështje që duhet të politizohet, kjo është një çështje që duhet thjesht ekspertë ekonomisë dhe institucionet përgjithëse do duhet të analizojnë dhe duhet t'japin ekspertizën e vet, ashtu siç është si në mënyrë profesionale dhe ekonomike, jo tipet konotacion politike, thjesht të krijohet një kamuflim politik të qytetarëve të Kosovës, në mënyrë që të përpojena politike të një akteri saktuar që të përfitojë, sepse nuk është çështje që duhet të përfitohet. Tek ne vetëm duhet të ndërtohet, të zgjerohen kapacitetet energjetike, sepse kemi resurse vendore, me thëngjell dihet se thjesht vendin e tretë të Evropës në zonën për thëngjell, mbi 14 miliard rezerva të thëngjillit, kështu që do duhet të orientojmë ka resurse të mbrëmshme, thjesht që janë më ekonomike, më të arsyeshme, më të përballueshme për qytetarën e Kosovës dhe buxhetin e Kosovës, sepse ne jemi një shtet i ri, një ekonomi e re edhe e hapur jemi, do duhet zgjerohet, të integrohet më shumë, ndërsa në aspektin politik ne mjafton që jemi anëtar të Bordit të Paqes, kontributin e paqes me Amerikën e Shtetit Bashkuar e jap institucionet përgjithëse, ne kemi treguar edhe janë duke treguar institucionet përgjithëse që jemi ne populli me pro-amerikan në botë. Ndërsa Luan Hasana, nga shoqata Let's Do It, ka deklaruar se projekti i gazit amerikan duhet të pranohet, duke cicuar atë më shumë si një projekt strategjik se sa vetëm energjetik apo ekonomik. Sipas tij, Kosova nuk duhet të refuzojë një ofertë të tillë nga Shtetet e Bashkuara. Hasana i tha gjithashtu se ndonse gazi natyror mbetet lëndjekse fosile, ai ndodh më pak se termocentralet me thëngjell dhe mund të shërbejë si një zgjidhje tranzitore drejt burimeve të ripërtrishme të energjisë. Unë akoma me thonë drejtën shpresoj që do të pranohet, sepse më shumë se sa projekt energjetik, më shumë se projekt ekonomik, ky për Kosovën është projekt strategjik. Pra, ne kemi interesat e jashtëzakonshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk do duhej mes një çmim dhe mes një kusht që ne ta refuzojmë një projekt të tillë. Pra, është shumë shqetësuese që po hezitohet pranohet një projekt i tillë, e lërë më që ajo të ndodhë. Sigurisht se secili burim energjie i cili bëhet prej burimeve fosile ka ndikim në mjedis, pra kjo nuk do fjalë. Mirë, po nëse ne krahasojmë me termocentrale pra me djegjen me thëngjell, sigurisht që ky projekt, pra projektet me gaz e kanë një nivel më të ulët të ndotjes, dhe një projekt i tillë për Kosovën duhet të shihet si një projekt tranzitor për drejt energjisë alternative. Pra është jashtëzakonisht, po e them prap, e rëndësishme që në këtë rast të dalim ndoshta edhe përtej interesave qofshin ato mjedisore, qofshin të tjera, dhe të rreshtohemi krah miqve të vendit tonë, krah atyre të cilët këtë projekt e shohin të rëndësishme dhe për sigurinë e tyre kombëtare. Pra kështu që absolutisht për neve shumë e rëndësishme që në këtë rast të kalojmë ndoshta edhe disa barriera ose problematika të vogla që mundet të ketë një projekt i tillë. Sipas tij, ky projekt nuk duhet të shndrohet në temë të përplasjeve politike, por diskutimet për modalitetet e projektit duhet të zhvillohen në nivel institucional, ndërsa deklaratat publike të vendimarrësve vetëm sa krijojnë kompost tek qytetarët. Absolutisht, pra kjo nuk do duhet as të ishte temë, pra ne duhet sigurisht që janë të rëndësishme modalitetet, diskutimet e brendshme të cilat bëhet, mirë, po deklaratat në publik të vendimarrësve tonë, pra të përfaqësuesve të institucioneve, qofshin ministrës, qofshin aktorëve të tjerë, të cilat dalin dhe i flasin me atë gjuhë publikut, i cili në shumicën e rasteve as që e kupton për çfarë po bëhet fjalë, absolutisht që e krijon një lloj konfuzioni, absolutisht që e krijon edhe një lloj, nuk po duhet ta quaj problem mes Kosovës dhe Amerikës, mirë, po ne jemi dëshmitarë se sa shoqëria jonë është e politizuar dhe sa njerëzit rreshtohen
pas vendimeve të cilat i marrin vendimarrësit, qofshin ato të gabuara, pra njerëzit nuk logjikojnë, nuk analizojnë, në shumë raste edhe nuk i njohin për projektet çfarë janë, pra mjafton një deklaratë ose një pozicionim i pushtetit dhe ata janë aty. Kështu që po them prap, ne kemi interesa të jashtëzakonshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ky projekt duhet të shihet vetëm si i tillë. Kujtojmë se gjatë javëve të fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kompani amerikane kanë nënshkruar marrëveshje miliardësh me disa vende të Ballkanit Perëndimor për projekte energjetike në rajon. Kosova, megjithatë, ka mbetur jashtë kësaj vale investimesh. Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të rijetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar.